Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmatullah. Mirë se takohemi në këtë natë, në këtë vend, në këtë shtëpi të Zotit, për të mësuar, për të diskutuar rreth mësimeve që erdhin me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para se të filloj me pikat e përgatitura për këtë legjerim, dhe pas falërimit të Allahut të mënduar, shëzërat që të falenderoj muftiun Agim Efendiun, së bashku me xhallarët, këshillin e muftinisë, për organizimet e vazhdueshme, dobishme në dobi të komunitetit dhe në vazhdim të aktiviteteve dhe ftesave që më kanë bërë sonte të jem së bashku me juve. Është nder, respekt dhe kënaqësi për mua që sonte të jemi së bashku. Allahu i shpërbleft të gjendëruar për aktivitete dhe i mundësot Allah që në xhallarë xhamat jeni bashkë gjithmonë në punë të harit dhe në atë që është Allahu i madhnuar i kënaqur. Tema që kemi ranë në ujdi që të trajtohet sonte, nuk është një temë e zakonshme, nuk është një temë e thjeshtë, është një temë e thellë. Madje të drejtë është një problem i cili ka qenë problem në çdo kohë, në veçantë në kohën tonë. Të flasim për familjen, veçanërisht për një tip të caktuar të familjeve që është familja fetare praktikuese, dhe të flasim për sfidat që ajo ballafaqohet me to në kohën tonë bashkëkohore, është një temë sinqerisht sfiduese. Për këtë temë janë bajtë edhe seminare, janë bajtë edhe konferenca, janë shkruar libra, për shkak se është temë komplekse, nuk është temë e thjeshtë që mundesh me një trajtesë me përfundu. Ndoshta një sfidë nga sfidat që sot familja ballafaqohet mund të jetë temë e mjaftueshme për të trajtuar me një ligjërat, mos flasim për pikat e tjera. Unë do të mundohem sonte që ndoshta për te i trajtimit të fokusohemi një hartë orientuese në raport me këtë problem. Do të tentoj që me pika që i kam përgatitur të ndërtoj një hartë të përgjithshme që spaku si musliman ta kemi në dorën tonë se si duhet të orientohemi përmes kësaj harte në këtë labirinth, në këtë dunja që shumë njerëz e kanë humbur rrugën. Janë hyrë në rrugë, po nuk kanë dalë. E ne dëshëm që të futemi në rrugë dhe jemi futur në rrugë të familjes dhe duhet të futemi në këtë rrugë, por dalim fund faqebardh, të suksesshëm, duke e realizuar qëllimin e krijimit për çka Allah na son në dunja dhe që të garantojmë ndërtim të një familje të shëndosh, funksionale dhe në dobi të shoqërisë. Familja të nderuar, pranishëm Zotit dhe mua, është begati Allahut të mënduar. Prandaj Allahu xhallahu ala kur flet për pejgamberët flet se kanë pas familje. Dhe për çdo familje një specifike Allahu flet në Kur'an. Ka sure që emërtojnë në emrin të familjes, si sura Ali Imran. Familja është realisht një strukturë e rëndësishme dhe vendimtare edhe për shoqërinë e tërësisë, sikur që e dini. Nuk dua të lëshojmë shumë tash në definimet që i kanë përmbledhur dietarët të fushave të ndryshme çka është familja, si kuptohet familja, por ne përgjithësi kur përmendet fjala familja dim për çka është fjala, edhe në aspektin e ngushtë, edhe në aspektin e gjerë. Familja sot ka sfida, dhe gjithmonë ka pas sfida, gjithmonë ka pas probleme. Dunja është e tillë. Nuk mund të thonë që këtë dunja ka probleme, në këtë kohë ka probleme, në të kaluarën s'ka pas. Ka pas, por kanë qenë të natyrave tjera, kanë qenë të profileve tjera, kanë qenë të përmasave tjera. Ama gjithmonë familja ka pas sfida. Sot sfidat e familjes bëhen më specifike për shkak të, domethënë, një lloj përfshirje të njerëzve në rrjetet ndryshme të komunikimit mes njerëzve, ku ndikimi është shumë më i madh, ku ndërhyrja është shumë më e madhe. Prandaj ka shumë specifika që realisht e bëjnë më të veçantë edhe sfidën, po edhe familjen të kësaj kohe në raport me të kaluarën.
Në të kaluarën ka pasur disa përparësi dhe lehtësime për familjen, por ka pasur dhe vështirësi. Sot ka disa vështirësi që dikur kanë qenë lehtësime, sot janë vështirësu. Po edhe ka lehtësime që dikur kanë qenë vështirësi, sot janë lehtësu. Andaj mendoj që nuk mundemi me një gjykim të përgjithshëm dhe me një gjykim me një fjalë të themi se përpara ka qenë më mirë, tash më keq. Të themi të kaluarën familja ka qenë, domethënë, më pak e rrezikuar, e tash është më shumë e rrezikuar. Mendoj se përgjigjja është relative, nuk mund të jetë absolute. Nuk mund të themi se të kaluarën ka qenë gjithçka më mirë e sot është gjithçka më keq. Nuk mund të themi kështu. Por ka pas të kaluarën pozitivitete, ka pas edhe anë negative. Edhe sot ka anë pozitive dhe ka anë negative. Në një qasje jonë ka shikohës me një qasje negative përjashtuese na bën që edhe mos më ditë lundrojmë në kohën që po jetojmë. Andaj ne duhet që ta kuptojmë kohën drejt, sikurse çdo individ dhe çdo strukturë familjare, çdo kush dosh me kuptu kohën që po jeton. Ti përlihet rrethanave të kohës, sfidave, problemeve dhe pastaj në bazë të saj edhe të dinë se si të pozicionohet dhe si të lundron për kushtimisht në ato dallë të detit të kohës së vet. Unë do mi përmend disa prej sfidave që ballafaqohet sot familja me to, që në të kaluar nuk kanë qenë kaq të theksuara sikur janë sot. Edhe përpara kanë qenë, po mendoj sot janë më të theksuara. Dhe këto sfida e komplikojnë situatën familjare dhe sillin probleme. Dhe në në tjetë duhet përmend disa çështje të rëndësishme që përbëjnë bazat e ndërtimit të familjes pavarësisht kohës. Nga se disa gjëra i nënshtrohet ndryshimit të kohës, por disa gjëra nuk i nënshtrohen. Ka disa gjëra që mbeten statike, të pandryshueshme, pavarësisht ndryshimeve kohore, zhvillimit të njerëzve, përparimit të tyre, organizimit të tyre kështu me radhë, mbeten disa vlera të pandryshueshme, mbeten disa vlera stabile në raport me familjen. Cilat janë këto? Dhe qëllimet finale dhe objektiva që duhet me i synu familja me realizu pavarësisht kohës. Ka objektiva madhore pavarësisht kohës. Edhe na si individ, pavarësisht pse ka ndryshuar koha sot, mjetet ka ndryshuar shumë. Kemi avancuar në shumë aspekte në raport me kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po objektivat kryesore të krijimit të ardhmë dunja mbeten aktive, nuk ndryshojnë ato. Njerëzit kanë njëra me ndryshimin e disa mjeteve, synon me ndryshuar dhe qëllimet. Jo, gabim është. Qëllimet mbesin, edhe pse mjetet ndryshojnë ato. Qabja mbetet vendkthimi jon namaz, edhe mbetet vend vizita jon në umre edhe në haxh, edhe pse në të kaluarën kanë shkuar me deve, ta shkojnë me aeroplan. Pavarësisht avancimit të mjeteve, pikësynimi jon në këto adhurim mbetet qabeja. Andaj nuk duhet ngatuar mes qëllimeve edhe mes mjeteve. Zotën kur Allahu xhallahu flet në Kur'an për shumë popull që janë shkatruar, pikërisht edhe i referohet këtij problemi, se ngatrimi mes mjetit dhe qëllimit i ka sjellë në shkatrim dhe në refuzim të asaj që kanë ardhur pejgambert me ato mësime. Andaj dua të përmend disa nga këto sfida që mendoj se nëse nuk i qasemi si duhet, dhe mendoj se nëse nuk i trajtojmë si duhet, mund ta komplikojnë situatën, mund të sillin probleme dhe mund ta ngatrojnë në rrafshin familjar. Fillimisht të nderuar, konsideroj se sfida apo problemi kryesor nga kryesorët është problemi që ka bëjë me kuptimin e familjes dhe rolit e familjes. Sot për shembull, roli i familjes realisht nuk është funksional në nivel të kërkesave të shpalljes. Sot për shembull nuk e kemi kuptimin e duhur të familjes, çfarë roli ka familja. Allahu xhallahu ala flet në Kur'an për rolin e familjes. Nëse atë rol që Allah e ka përcaktuar familjes e krahasojmë me rolin që e luan sot familja, do të shohim shpesh se ka shpërputhje. Për shembull, Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ruani vetën e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Do të thonë, roli parsor i një krye familjari dhe bashkëpunimi kryesor i bashkëve në raport me fëmijët e tyre, po edhe qarqëndjet është që të ruhen nga zjarri i xhenemit, që të ruhen nga dënimi i Allahut mënduar. Prandaj objektiv parsor dhe qëllim kryesor i bashkimit të tyre nuk është manifestimi i dashurisë, por është kënaqësia e Allahut mënduar. Andaj nganjëherë ngatrojmë gjërave që kanë bëjmë mes raportit bashkëtorë si dy çifte që duhen mes veti dhe që dashuria e tyre të jetë në shërbim të arritjes së kënaqësisë së Allahut të mënduar. Sa ndodh sot për shkakun që një prind
për shkak të përmbushjes së kërkesave të familjes, nga se presioni është i madh, bien haram. Ndjek rrugë të ndaluara. Ose për shembull, në aspektin edukativ nuk e ka prioritet edukimin fetar dhe edukimin moral të familjes. Bashkëpunimi mes bashkëshortëve zakonisht është në çështje materiale, për të blerë këtë, për të përmbush këtë, për siguru këtë, ndërsa bashkëpunimi i dy bashkëshortëve në ndërtimin e një shtëpie ku adhurohet Allahu i Mënduar, ku arrit kënaqësia e Allahut të Mënduar, realisht është minimal, nuk po them inekzistent apo. Prandaj, cili është roli i familjes? Pse 2-3 duhet të bashku? Qëllimi i martesës, cili është qëllimi i martesës apo? Prandaj edhe mungesa e njohurisë së qëllimit të martesës ka thjeshtësuar edhe procesin e shkurorëzimit. Let ndahen. Sot është në rritje sipërfatkeqësisht numri të shkurorëzuarve. Nëse analizon arsyet e shkurorëzimit do të shohim se kryesisht janë materiale banale të ulta që në të kaluarën 10 fishi i saj nuk ka arrit me provoku ngatërresë e lemo shkurorëzim aftën. Ne mendoj që është një sfidë e kuptimit real pse jemi bëu bashkë. Pse na ndërtojmë familje? Çka na duhet familja? Për këtë arsye pejgamberi sa gjithmonë i ka mësuar shokët e tij, na ka mësuar që pse duhet bërë bashkë ato. Andaj kur e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam pse martohet një grua, dhe njëjta pse një grua martohet një burr, i ka përmend 4 elemente kryesore që njerëz zakonisht synojnë, domethënë arritjen e tyre ose shfrytëzimin e atyre sebepeve përmes martesës. Ka përmend pasurinë, ka përmend prejardhën, ka përmend bukurinë, gjitha këto, dhe këto janë sot prezente apo. Shumë martohen për shkak të pasurisë, shumë martohen për shkak të bukurisë, shumë martohen për shkak të autoritetit. Përsa pejgamberi tha, sunaja që ka feja, ta shikosh edukatën, ta shikosh moralin, ta shikosh devotshmërinë, është e rëndësishme. Prandaj ne duhet fillimisht ta kuptojmë se cili është roli i familjes, dhe cili është roli i çdo individi në familje. Për shembull, sot nëse bëjmë një test të ndëruar për neshëm vëllezër dhe motra, cili është roli i burrit në familje? Numroj 5 role kryesore. Do ta gjejmë vetëm të sfiduar, apo nga nuk kemi mësuar, nuk dimë. Si mësuar dikush ta bën këtë pyetje. Janë disa pyetje që Kurani i bën vazhdimsi, ndërsa ne nuk i bëjmë. Prandaj do pyetje që duhet t'ia bëjmë vetes vazhdimsi, jo të injorojmë ato. Cili është roli i gruas? Prandaj me ndërhyrje të vazhdueshme në familje sot tentohet që të zhbëhet roli i gruas me udhëzimet e krijuesit dhe gruaja tash të luajë role tjera, po që nuk janë realisht në përputhje me konstruktin e saj, me natyrën e saj, me misionin e saj e tjera me radhë. Kështu që gjitha këto janë probleme që në të kaluarën nuk po them se i kanë ditë me i shkru, nuk po them se kanë ditë me i radhit, nuk po them se kanë ditë ndoshta me i përmend, mirë po kanë ditë me jetësu nga se në qatë rrjedhë kanë jetu ata. Ka ardhë, domethënë, bia ka jetu në rrjedhët e edukatës së nënës së saj, e ka ditë çka bën gruaja në shtëpi, e ka ditë se si është pozicioni i gruas karshi burrit të saj, burri e ka ditë çfarë duhet bërë, e kështu me radhë në masë të madhe dallim nga sot. Dhe mendoj që një nga sfidat është edhe, domethënë, mungesa e rolit të familjes dhe mungesa e njohjes së pozicioneve që duhet me e gëzu çdo antar i familjes. Si rregull kjo do të mundom në fund me i përmend disa pika, por them që kjo është një sfidë që duhet më marrë me të. Ne duhet vazhdimsi të mësojmë trit çka është familja, të mësojmë pse duhet të martu, që ta ngritim domethënë qëllimin e martesës mbi atë material, mbi atë dukjes, mbi atë epshit, në një qëllim të fisnik që Allahu xhallahu ala për këtë arsye edhe e ka bërë familjen strukturë të rëndësishme të ndërtimit të shoqërisë. Në anëtet të ndëruar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur se kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çfarë jeni bari, jeni kujdestar, e keni një kopë që duhet për të kujdesin. Nuk ka folur direkt për rolet dhe për përgjegjësitë që kemi, dhe për këtë do të pyetemi tek Allahu te baraka wa taala. Ne konsiderojmë se mungesa e njohjes të rolit, objektivave këtu më radh, pozicioneve e komplikon situatën në masë të madhe dhe pastaj edhe e dobëson rolin e familjes, madje edhe ndoshta edhe e shpërbën familjen në tërësi apo. Sfida e dytë sa që është, domthonë, e që e komplikon situatën, veçanërisht në aspektin e edukimit fetar, është edhe problemi i komunikimit mes anëtarëve të familjes. Për shembull, përpara ne e dim kanë komunikuar më tepër me Zoti, kanë pas rast me lehtë më shumë njëri me tjetrin.
Kam pas kohë më tepër me e dëgju hallin e njëri tjetrit. Sot e kemi situatë ndryshe. Sot gjejmë shumë prind që nuk kanë kohë për fëmijët e tyre. Është tmerr kjo. Është tmerr kur thotë një prind nuk po kam kohë. Nëse nuk ke kohë për fëmijët e tu me i dëgju, me bisedu, për kë ke kohë? Ajo kohë që ta ka folë ku po shkon? Në punë, po mirë, atje në punë ku je? Pse punon atje? Për ta fëmijë. Nëse këta humbin, në çfarë kuptimi ka puna? Është një cikël, domthonë çështjes që duhet të komunikojnë me tjetër, jo të ndara në sikurse ishujt. Apo, domthonë prindi punon për fëmijët. Po në fund që ta fëmijë nuk kanë më me prindin apo. Domthonë tani nuk merr kuptim as puna as familja. Prandaj kemi nevojë që ta rishikojmë komunikimin. A është në nivel të mjaftueshëm, a është funksional sa garanton njohjen e njëri tjetrit dhe garanton procesin e dur edukativ kashi njëri tjetrit. Për shembull, për çfarë tema kam biseduar në të kaluarën nëna me vajzën. E kam mësuar bija ime kur bëhesh, kur shkon, i ka pozime të mjaftueshme si të gjendet në situata ndryshme nga përvoja e saj, nga njëritë e saj. Sot për shembull, trolla në rastet kur nëna e përgatit vajzën për të qenë një grua e suksesshme në për burrin e saj, në familjen e saj apo. S'ka komunikim të këtij niveli. Mos flasim për babën që ul fëmijën e tij me bisedu. Madje shpesh herë edhe fëmiu nuk e konsideron referencë të besueshme babën ose nonën për të tema që thonë ka kalu koha juaj. Ju nuk dini çka është interneti, nuk dini çka rrjetet sociale apo. Thuaj se jeta është e tëra, domethënë në këto rrjete sociale apo. Prandaj mungesa e këtij komunikimi realisht e ka komplikuar situatën e funksionimit të mirëfillt të familjes. Dhe rrëdhërisht nga kjo edhe ka bërë që të hapen burime alternative të edukimit që janë në shpërputje totale me frymën e familjes apo. Të gjej për shembull një djalë, një vajzë nga familje tradicionale, fetare kështu me radhë, me edukat të çorditur habitesh pika. Për shkak se tash komunikimi i tij nuk është me familjen, komunikimi i tij është me një burim komplet tjetër. Ka mundësi ta rrëmbejnë fëmijën në prehrin tënd, ta rrëmbejnë fëmijën duke qenë në dhomën ku ti rrin me ta, po kur realisht tashmë qëndrimi familjar dhe organizimi familjar është më tepër formal, fizik, po jo shpirtëror, moral dhe edukativ. Dhe kjo sfidë e komunikimit dhe e ndërhyrjes së vazhdueshme të palëve tjera në formim, duke komunikuar me palë të jashtme me familjarët, e ka bërë situatën të komplikuar dhe ka ngatruar në mas të madhe organizimi familjar. Dhe normalisht rrëdhëmisht nga kjo edhe fetaria është e rrezikuar. Dhe do ta përmendem në vim të ndërrozur sot është sfidë, sot në mas të madhe diskutohet në radhët e studiuesve musliman se për çfarë arsye prindrit musliman fetar nuk arrin të jenë shembull për brezin e ardhshëm. Për shembull, shumë fëmijë nuk e shohin babën ose nënën model fetar për ta. Nuk po them që ata defetarizohen, mund të jenë fetar, po kërkojnë shembuj të tjerë për shkak se nuk janë bindur se modeli i prindit është për ta model i duhur apo. Pse s'kemi arrit me qenë model për fëmijët tanë? Për shkak se në radhë të parë ka dështuar mënyra e komunikimit, pastaj ka dështuar hallkat e tjera të raporteve me fëmijët tanë. Dhe komunikimi është shumë e rëndësishme. Shkoni për shembull të ndrozur Jusufi alayhis salam ëndrën e ka pa. Një ëndër e ka pa që mund të jetë por e ka komunikuar babës tjetër. Që jap me kuptues se ka funksionuar komunikimi i ndërsjellët. Shikoj çfarë këshilla e ka për shembull Jakubi Jusufi alayhis salam, çfarë komunikimi i pjekur i lartë me një fëmijë, po për treguar se ka komunikim. Shikoj se ka komunikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me anëtarët e familjes së tij, me gruan, me fëmijët të afërm të tjerëve. Ka qenë komunikimi i nivelit të lartë. Ka pas një elegancë, sinqerisht mbretëlëse, marramendse të komunikimit mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe të tjerëve. Për shembull Ibn Abbasi, çfarë ka qenë një fëmijë 10 vjeçar. Por pejgamberi më ka hapur një këshillë që thotë dietar libra ka shkruar në komentimin e asaj këshille. Ja gulam, o djalosh, ruaj Allahun ty. Çfarë këshille, domthonë e nivelit të lartë të pjekurisë. Ka pas komunikim direkt. Sot është problem me gjetë një kohë të këtij komunikimi. Pavarësisht për cilën për filita, padyshim se nëse duhet me kërkuar një fajtor, ato nuk mund të fasojnë fëmijët, duhet të fajsuar prindrit, se çfarë kanë bërë ata që të ndërtojnë raportet mirëfillta të komunikimit me fëmijët. A kemi pas durim me i dëgju? A kemi pas aftësi me jap shpjegimet e duhura e shumë të tjera. Prandaj dua të them që nga sfidat e kohës tonë, krahas të parë që përmenda të kuptimit të familjes dhe rolit të saj,
është edhe problemi me komunikimin apo. Çështja tjetër është ndërruar nga problemet sot që mendoj janë familjet tona si krizë, si sfidë, ta quajmë çdo që të qasemi kësaj çështje është edhe konsideroj çështja e vlerësimit. Çfarë vlerësimi apo? Për shembull, mbi çfarë bazë sot vlerësohet jeta e mirë? Kur një fëmijë konsideron se prindi i tij për shembull e vlerëson prindin se ka qenë prind në nivelin e duhur apo? Për shembull, ose prindi për çka e vlerëson fëmijën e tij? Çështja e vlerësimit është sot problem. Mendoj edhe në raport me Allahun, edhe në raport me njëri tjetrin. Sot për shembull shumë begati kemi, po ka vlerësimi i begatisë. E kur vlerësimi i begatisë, edhe pastaj falërimi për të. Si nuk di me vlerësu, nuk di me falëru. Për shembull, përpara sa jemi gëzuar për një lodër të tjerë që na ka blerë prindja thon. Kemi përmend 1 muaj, 2 muaj, apo ka emisi dhe kemi përçafu prindin për atë lodër të thjeshtë na ka blerë apo. Nëse ne ka blerë një parë, për shembull tesha ose kpuca për Bajram, të natë kemi marrë deri stok me flajt me ton nga gëzimi i madh, e kemi vlerësuar një pantoll. Sot mund t'ia blesh një butik të tërë si bën përshtypja, mund t'ia blesh 10 parë kpuca, është gëzim momental, afekt, po shkon duke kalu. Blen telefon të të model të fundit, një javë ditë pastaj zbehet realisht vlerësimi i asaj begatie. Pse? Kjo është pyetje e madhe. Po mendoj që ka vlerësimi. Edhe prindi pastaj e ka bosullën e vlerësimit të fëmijëve të tij. Për shembull, me vlerësu për një moral, me vlerësu për një sjellje të duhur, me vlerësu apo vlerësohet për shembull më tepër për një, kushtimisht shkallësi që ka ditë, domthonë ta fut tjetin kurth para sa ta fut këtë kurth. Ne mësohemi që realisht para se të na mashtron të mashtrojmë, para se të na tradhtojnë të tradhtojmë, para se të na godasin të godasim, pasi që e paramendojnë jetën si një arenë të goditjeve, të shtytjeve, kush kujt ja mund dhe kush e dominon. Edukimi i fëmijëve mbi këtë bazë dhe vlerësimi i suksesit i në këtë shkallësi, unë mendoj që është krizë, është problem ato. Është lasha. Andaj vlerësimi për çka vlerëson fëmijën? Edhe fëmiu prindin, edhe prindi fëmijën. Me vlerësu për shembull, me vlerësu për një namaz të falur, për një dhikr, për një Kur'an. Me vlerësu për një vlerë morale që e ka jetësuar dikon që sill me dikën. Apo me vlerësu për para sa i bën të shtëpia, ku është punësu, ku do të punësohet, ku do të pavarësohet e kështu me radhë. Dhe kriza e vlerësimit është sinqerisht krizë e madhe atë. Për shembull, edhe mes bashkëshortëve, edhe mes anëtarëve të familjes apo. Që të bëhet, po them, vlerësimi mbi bazën e adhurimit, mbi bazën e besimit, jo mbi bazën e aspektit material. Aspekti material. Na ndodh për shembull të ndryshme, dhe kjo është sinqerisht për të ardhur keq, kur ne dëgjojmë nga disa fëmijë, na themi fëmijë, ata mund të jenë rritur 20 vjeçar, pas 18, 20, 22 vjeçar, po themi fëmijë raport me prindit e tyre kur ata për shembull ankohen për prindit e tyre se prindit tanë për shembull nuk na kanë rritur si duhet. Prindit tanë për shembull nuk na kanë ofruar kushte të mjaftueshme. Dhe kur është që këtë ankesa është në kuptimin material, për shkak se e kemi shumë të theksuar për shembull aftësinë e krahasimeve. Shikoj çka ka, shikoj ku çka ka, shikoj ku çka i ka mundsuar. Nuk e vlerëson mundin e prindit çfarë ka bërë, bëna mundësive çfarë ka bërë, por e vlerëson mbi bazën e asaj çfarë gëzon tjetri. Dhe ky kas në fushën e vlerësimit realisht e ka zbe edhe forcën edhe mendësinë e falënderimit, edhe mirënjohjes. Dhe si pasojë e kësaj realisht nuk ka funksionim të mirëfillt të familjes dhe nuk ka padyshim organizim mbi frymën asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne do ndërum nga sfidat që i ka familja sot, këto që përmendin tituj, pra është tituj që kërkojnë trajtim vazhdueshëm apo të thelluar dhe analiza të vazhdueshme për me shkoqit deri në detaj më të fundit këtë problem dhe këtë sfidë. Por ky realitet që ne po ballafaqojmë me ta, që duhet të ndërmarrim masa serioze në parandalimin e këtij përshkallëzimi që nga sfidat e kalon në krizë, nga kriza pastaj të kalon në fatkeqësi, Allah na ruaj. Tjetra sfidë që mendoj sot që duhet seriozisht më marrë me ta është sfida e modelit, sfida e shëmbëtyrës. Sot për shembull familjet kanë model. Sikush do më bëj djalë yt, sikush do më bëj vajza jote. Madje sikush je ti,
si krye familjar, si kush është gruaja jote, si kush është, apo. Se çfarë shembull kemi që duhet me jetësu. A është për shembull sikurse nëna e saj, që ka qenë një grua e devotshme, ka qenë një grua e përkushtuar ndaj burrit të saj familjes, a është djali për shembull ai që ka model baban, ose dikon nga të parët, ose nga sahabët e pejgamberit, ose nga të parët e gjeneratave të kohës së parë të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Sikur të më bë, se cili jeti, si kjo apo si ai. Shkoni sot të ndërmozën në çfarë mënyrë perfide, në çfarë mënyrë të rrezikshme na imponohet për shembull figura boshe, pa asnjë vlerë, as shkencore, as intelektuale, as morale, as fetare, madje as njerëzore. Shkoni për shembull çka mushin sot ekranet e televizionit tona. Shkoni për shembull ka orientohet shikueshmëria e masave të vendit tonë. Ka shkon ato. Ka njerëz që çka ata përfaqësojnë. Dhe shpërndajmë fund ta për shembull, duke shikuar një emision të tillë, bashkë nga çdo vlerë, ti thot për shembull prindi faqes së djalit, që kështu kur bosh, për shembull, ç'kjo modeli jeta ato. Çfarë prismë nga kjo familje? Çfarë prismë nga kjo familje? Të thonë duhet me modele shumë të rëndësishëm. Allahu te barekuhu ka dërguar pejgamber pikërisht që të jetë model e shembull. Se Allah ka mund me zbrit libër, por kush është shembull i këtij libri? Kush është modeli i jetësimit të këtij libri praktik, kush është? Atë modelet po na mungojnë. Modelet të cilat realisht kanë punuar dhe punojnë në realizimin e qëllimit të një që ne synojmë. Po të ndryshim nuk mundem na mendik modele që ndjekja aty ne përfundon te epshi. Ndjekja aty ne përfundon te një famë në dunja materiale. Ndjekja aty ne përfundon te një skandal në familje, për shembull. Çfarë modeli është kjo? Nuk mundesh. Për shembull ti do me ndjek njërin me makinë para teje, edhe ti nis për Tiranë. Ai nis në të kundërt me shkuapën. Ti njek dikur thosh po ti unë ndron ku do të shkuapën. Fal po unë nis për Korçë apo. Domethënë, do të më ditë fillim ku nis e pastaj më dita me njek. Po natë më shiku. A është përputhje rruga e tij me rrugën time? Shembull. Fëmiu për shembull sot ose rinia jon sot, ka shembull. Shkoni për shembull flet për suksesin. Parëmani kur njeri suksesum sot është një shembull i caktuar i cili maksimumi i arritjes së tij është aspekti material. Maksimumi që ka rritë është rritja e shifreve numerike të parave që i ka. Nëse shikojnë në aspekte tjera, i dërmuar, i shkatruar, i rënuar. Çdo aspekt. Dhe dallimi mes neve të ndërmuar dhe të tjerëve është se Islami ofron, domethënë, modele të kompletuara, jo të gjymtuara, jo të sakatosura. Pra model në para, po nëse largohesh prej kësaj, i tmerrshëm në familje, i tmerrshëm moral, i tmerrshëm me kolegë, nuk është për shembull. Dhe fatkeqësisht ka njerëz të tillë që mund të kenë qenë shkencëtar, kanë zbuluar gjëra madhore, po e kanë ndryshuar njerëzimin në shumë aspekte. Ka qenë në aspektin shkencor shumë i suksesshëm. Mi po nëse e shën jetën private, vazhdimisht ka qenë i dehur. Ka qenë për shembull në kuptimin moral i tmerrshëm, kuptim kësaj, merri dietarët tanë. Merri për shembull Imam Abu Hanifa rahimullah. A mund të se dietarët tonë janë kështu me një aspekt? Absolutisht. Janë model të kompletuara. Imam Abu Hanifa rahimullah është imam shembull model në dije, në fik, në kuptim fes, po në moral, edhe në familje, edhe në dhurim, kado që e shati, merë për ti mësim të caktuar, për shkak se modeli që aje shërbim e te ka qenë modeli kompletuar, e aje tjetëri para ti që është i kompletuar, e kështë më radhë, për shkak se kemi marë modelin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të shërbyrë me modelet të gjymtuara, të sakatosura, që kërësash, me modelet të shkatruara në çdo aspekt, përveç një shkëndije të suksesi me një aspekt satur material, është sfidë për familjen tonë. Sikur do të jetë vajza jote, sikur do të jetë djali yt. Shembull, kanë njëkaj. Është shumë e rëndësishme apo. Gjithashtu të ndërum mendoj që nga sfidat është edhe një po të më përmend pas se më kanë lutur pjesa e dytë e kësaj ligjate në përmbyllje, është se sot për shembull mendoj nga problemet është se problemet që na i konsiderojmë nuk janë përputhje me agjendën e problemeve shëriatike. Nëse për shembull e marrëm një listë, një letër, thatë, e themi për shembull, shkruaj
5 problemet kryesore që i kjepë. Dhe pastaj i merr ato 5 probleme dhe i analizon. Do të thonë se 5 problemet realisht si në rreth kësaj dhunjaje ato. Nuk po them që nuk kanë probleme, janë probleme. Por janë probleme që duhet me kryesu agjendën e angazhimeve tona. Cili është problemi më i madh për një musliman? Cili është problemi më i madh? Dhe kjo shpërputhje mes radhitjes së problemeve nga shpallja edhe problemet që ne realisht i konsiderojmë, realisht e ka bërë që familja të jetë në krizë. Për çfarë arsye? Për shkak se atë që prindi e trajton si problem familje, nuk është ai që Zoti thotë është problem. Dhe kur fëmiu rritet në këtë klimë, në këtë, po them kushtimisht, në këtë frymë, ku problemi më i madh është një aspekt material, nesër domthon një përmbushje e këtij aspekti do të jetë për të mangësi e shërbimit të prindit ka shiti jepë. Problemi më i madh sa i të ndrozën, na nuk kanë më problemet ekonomike, sociale, janë problemet normale na ndodhin, do duhet mi trajtuar ato, më marr me to. Mirë po, problemi konsideroj më i madh për një musliman është mëkati. Nuk është të ndrozën sa me pas problem, po problemi është si me e pas. Prandaj shumë njerëz sot në këtë dunjë me angazhimin e tyne, me përpjekjen e tyne, tentojnë të japin përgjigjen e pyetjen sa. Por pak tentojnë me dhënë përgjigjen e pyetjen si. E Kurani nuk mirret me përgjigjen sa. Për këtë sa e trajton me 2 fjalë, ndor Zotit është, u kry puna. Sa ka caktuar Allahu aq, edhe u kry kjo punë. Me Kurani fokusohet shumë në si. Si e ke fitu, pe kë e ke marr, për këtë ki më pyet. Nuk ki më pyet sa ke pas. Po aq që ke pas, si e ke pas, ku e ke marr atë. Edhe kur prindje ka ma problem sa, se ky mentalitet bie tek familja, bie tek anëtarët e familjes. Pastaj angazhimi kryesor është aspekti numerik. E vrapim pas aspekti numerik, që realisht është deti pa brigje, e shparton familjen apo. Nëse fokusi, po, do të mundojmë me pas, po gjithmonë si. Sigurisht është transmetuar nga, domethënë, nga nënat tona, besimtarët e hershme, nga gjeneratët e hershme të shokët pejgamberit alayhi salatu wasallam, të zot kur i kanë dalë burrat me punu jashtë, kur kanë dalë me kërku furnizimin, u kanë thënë kështu. Ka qenë frazë e njohur për ta, se i durojmë uris, po nuk i durojmë zjarrit. Kujdes që ka në bëni të shtëpia. Kujdes. Hajde ndrum pejgamberi kur ai shpjega kush e ka pru kët. Çka është kjo? Dallimi, a sadak, a është hedije. Dëdimna, sadakën na nuk e hajmë, hedijen e ham. Mi ka thënë që jo gjithçka, çka cilë dikush duhet me kalu ka goja dhe me fut në bark. Jo gjithçka aftën. Kur Hasan dhe Husaini kanë marrë nga hube sadakas, i kanë dhënë me gisht pejgamberit nga goja. Na këtë se hajmë, nuk është kjo jona. Mi mësu mu kujdes në cilësinë e fitimit, jo vetëm në sasinë e fitimit. Ama kur problem nuk është mëkati, nuk është e cilësia e fitimit, por sasia e tij, realisht kjo pastaj nuk ka mundësi me kriju një atmosferë ku kultivohet fetaria në familje. Për shkak se një nga shkaqet kryesore të devijimit është ushqimi haram. Një nga shkaqet kryesore të rebelimit të fëmijëve ka shih prindve është ushqimi haram. Është normale kjo punë. A duhet me ushqim halal, me mësu me halal, me mësu faqebar, me mësu me djers, me mësu me mund, me mësu me përkushtim me sinqeritet. Edhe më thonë se problemi jonë më i madh është gjunahu. Qysh mi abo mësë më ranë gjunah? Qysh mi abo? Dert me pas, me diskutu. Në atë familje ku diskutohet problemi mëkatimit, si problem që duhet me bashkëpunë mi adal, menoj që fetaria është në lëzim e sipër. Dhe ka mundësi me i përballë gjitha sfidat që me to ballafaqohet. Po momentin kur mëkati s'është problem, ose Allah na ruaj sikur se ka thënë Ibn Mesudi, bëhet një miz, një mushkaj e thjesht që me një lëvizje dorës t'ia bëjmë çarën, po tjerë si t'ia bëjmë, mendoj që kjo pastaj nuk përgëzon për një ndërtim të mirëfillt të familjes. Këtu janë disa sfidave të ndrum, ndërsa cilat janë bazat e një familje të mirëfillt, që rajt duhet në to me godit vazhdimisht. Pavarësisht dallimit të kohës, pavarësisht. Të ndrum, e para është besimi dhe devotshmëria. E para është besimi dhe devotshmëria. Shikoni, Allahu te xhalla xhelaluhu
në kaptin e shkurorizimit, që shkurorizimi është pyka që qanë familjen, që prish familjen, normal. Në kaptin e shkurorizimit, Allahu Gjallahu Ala në shumë vende e përmen si faktor të rëndësishëm devotshmërinë. Madje flet Allah për takvalluku në surën Talak në shkurorizim, sikur nuk flet në asnjë sure të Kuranit. Për devotshmëri fletet në surën Talak, që është 2 faqe Kurani, apo më shumë dhe më detajzuar se që flet në surën Ali Imran, që është 10 herë më e madhe se sura Talak. Pse? Dietarët e kanë përmendur se trajtimi një teme caktuar në kuadër të një sure me emër caktuar ka lidhjen e vete dhe e ka kuptimin e vet, nuk është e rastësishme. Nuk është e rastësishme. Nuk është e rastësishme që për shembull sura Ali Imran e ka këtë emër dhe në sura Ali Imran trajtohet betejë e Uhudit. Nuk është e rastësishme. Në mrekullueshme dietarët e kanë lidhur trajtimin e betejës së Uhudit në kapitullin Ali Imran. Pse nuk trajtohet për shembull kapitullin e Uhudit në surën Bakara? Nuk mundet atë. Për shkak se tematika dhe emri i surës Ali Imran realisht janë të përshtatshme për betejën e Uhudit. Në kapitullin e Anfal trajtohet për shembull betejë e Bedrit. Komplet, në Bedr s'ka Uhud. E as në Ali Imran s'ka Bedr. Do të them që është e rëndësishme që kjo pjesë tematike brenda një sure, brenda një kornizë të caktuar, pse Allah e trajton. Atëherë kemi edhe kështu edhe në surën Talak. Allah flet për devotshmërinë në surën e shkurorizimit, për treguar se nëse e jetësoni devotshmërinë dhe lidhemi mbi bazën e devotshmërisë dhe jetësoni besimin, shkurizimi është larg për juve. Larg jeni atë. Andaj këtu janë baza, pavarësisht a ka zhvillim, a ka përparim, a ka sfida, çka ka sfida. Devotshmëria duhet të jetë baza e ndërtimit familjar. Bashkëpunimi i bashkëtarëve për ndërtimin e familjes mbi bazën e frikës ndaj Allahut të Madhnuar, që prioritet jetë adhurimi dhe problem jetë mëkati. Prioritet jetë adhurimi dhe problem jetë mëkatimi. Gjithashtu të ndërum, për aso që më të përmanë është se Allahu Gjallahu Ala raportet mes bashkëtarëve i ka ndërtuar mbi bazën e bamirësisë, jo mbi bazën e obligueshmërisë dhe drejtësisë. Çfarë kuptimi? Po, drejtësia është e kërkuar, por drejtësia sipas Islamit është vija e fundit. Ndërsa shumë njerëz që kanë vinë më të lartë tek komunikimet e drejtësia. Ajo është e drejtë. Jo, po. Drejtësia të është e fundit. Në nën tez bën ora besimtare po. Prandaj raporti bashkëtor duhet të jetë mbi bazën e bamirësisë. Jo mbi bazën e a kam obligim, a s'kam obligim, a duhet, a nuk duhet. Jo kështu. Kështu nuk funksionon jeta. Sot shumë për shembull shumë ata muslimanë pyesin a ka obligim gruaja me shërbi burrit apo. Do shikojnë atë pjesën më të ulët të mundshme që më kërku juridikisht me justifiku për shembull mos shërbimin ndaj burrit. Si pret për shembull me funksion familja apo me rrezidu sfidave të jashtme kur realisht burri nuk e gjen qetësinë shpirtore te gruaja e tij në shtëpinë e tij. E pamundshme është. E pamundshme është. Ose e kundërta. Burri nëse investon te gruaja e tij vetëm atë sa e ka obligim. Asnjë cent më tepër, s'ka obligim. Nëse kështu tjetra është e kufizuar me obligime dhe dispozita juridike, ku fundi është garantimi një drejtësie, po them kështu kushtimisht të bresht jo të qëndrueshme, nuk mund të jetë apo. Nuk mund të jetë funksionale. Prandaj të ndrum, duhet që familja të ndërtohet në bazën e garimit, kush po e don tjetrin më tepër, kush po e ndihmon tjetrin më tepër. Sigurisht ka thënë pejgamberi për dy vëllezër që duhen mes vetë, ka thënë më i miri tek Allahu është ai që e don vëllai tim më shumë se tjetri. Në dytë Allah i don, po kanë dhënë Allah më shumë, ato që e don vëllai vetë më shumë. Dhe kjo stimulon dashninë mes besimtarëve, se kush e don tjetrin më tepër, e don Allah më shumë. Edhe të bashkëtarët, kush e don, për shembull, nëse gruaja don burrin më tepër, Allah don gruan më shumë se burrin apo. Nëse gruaja shërben burrit më tepër se burri i saj, Allah don gruan më tepër apo. Edhe kundërta burri me gruan. Kjo bëhet pastaj një garë për xhenet, jo garë për dominim. Fatkeqësia është se tek shumica e familjeve të çdru do ngara me bashkëtarët në dominim. Kush po e dominon, kush po e tregon më tepër, domon fuqinë e personalitetit, të karakterit ka shitjetit. Ose në Islam nuk ka kështu. Nuk ka kështu. Kush e ka imponuar këtë frym? Realiteti që po jetojmë. Ne duhet mbetemi të pandikuar në raport me këtë frym, duke instaluar frymë që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dashuri, respekt, kjo bazë e rëndësishme, kjo është bazë e rëndësishme. Nëse fëmia rriten në frymën e këtij, po them kushtimisht, garimi bashkëtorë, kush po i ndihmon të më tepër, çka për me do fëmijët apo? Kam rrit në një familje qetë, dhe keni pasur për shembull që shumica e krimeve, problemeve të jashtme burojnë dash nga një
nga një frymë e dhunshme e ushtruar në familje, apo mungesë respekti mes bashkëshortëve. Me një familje ku fëmiu rritet, edhe i sheh bashkëshort duke bashkëpunu, duke ndihmu, sheh babën duke ndihmu gruas, familje, nonës tij, nonën duke e mirëkuptuar burrin e kështu me radhë. Lenë Allah të manduar, fëmia ka me realizuar gjitha sfidave kësaj bote, do me këtë zhvillim modern që e kaptën. Ka me i përdorur si mjete, por ka me kuptuar se kjo është baza e rëndësishme ndërtimit të familjes apo. Gjithashtu të ndrum pesë që duhet përmendni është edhe pe bazave të rëndësishme është durimi apo. Durimi apo. Sot na ka humbur durimi i familje. Dhe themi për shembull problemi është për shembull në familja jon fetare në kohën moderne. Moderniteti s'ka lidhje me durimin tonë të vëllezër. Durimi ka humbur për shumë arsye apo. Shkoj për shembull familja e Musait alayhis salam. Shkoj Musa alayhis salam, pe një familje 2 pejgamber kanë dalë atë. Pe një familje 2 pejgamber. Mirë, po kur e analizon familjen e Musait çka dal? Një nën shumë e devotshme. Një nën shumë e lidhur me Allahun xhallahu ala. Dhe në raport vëllazëror një vëlla shumë i durueshëm me vëllën tjetër. Për shembull, Musa alayhis salam e ka lënë zëvendës Harunin në udhëheqjen e Beni Israilëve. Ka shkuar me marr Tevratit e ka Allahu manduar. Kur ka ndonjë problem, nuk e kanë dëgjuar Beni Israilët Harunin alayhis salam dhe kanë dalë nga rruga e Musait. Musa alayhis salam çka ka bërë? E ka vëllon për mjekra, për kokë, për mëna, duke qertu. Si ka qenë reagimi i Harunit? La ta'khudh bi lihni wala bi rasi. Ka për mos më kap kështu se të tjerë thonë që vllazit po, nëse kam për mua, ti për mua edhe shkelëm. Po mos çojnë tjerë se çish po ne ka sa vitu mnapa. Ky durim i hatashëm në qertim vllaut, sa për një fjalë jam shilderën edhe s'vizitohen me fara apo. Apo për një qertim fëmijës ndoshta që agji i ka bërtit tek e fundit gjaku i tij, ose daja i ka bërtit tek këtë radhë, nuk vinë më te familja apo. Nuk ka durimi, është një mungesë durimi total fatkeqësisht apo. Prandaj ne duhet të mësojmë durimin dhe nuk është arsye se jo koha jo zhvillimi. Koha zhvillimi të arriturat nuk kanë të bëjë me edukimin e shpirtit në durim. Prandaj mungesa e durimit është problem. Ne duhet ta ndërtojmë familjen në durim. Me duru, çka thon pejgamberi alayhi salatu wasallam, mos ta refuzon besimtari besimtarën për shkak të një mospajtimi, për shkak të një pakënaqësie, nga se nëse është i pakënaqur në një sjellje, ka shumë tira që ai mund të kënaqur. Ne kam thënë të shikojmë në aspekte pozitive, të durojmë, nga se askush nga ne nuk është i kompletuar. Askush nga ne nuk është, domthonë, nuk është patmeta. Prandaj, kur secili e shikojnë tjetrin në frymën e bashkëpunimit, në frymën e plotësimit, në frymën e tolerimit dhe durimit, me ne Allah të manduar, kena me realizuar çdo frymë të modernitetit të kohës tonë ato. Po kur s'ka durim, edhe gjithmonë dera e shkurzimit është qel, kjo është sfida kohës tonë. Çka që ta ka sjell moderniteti, i ka pliri mu do kur dush apo. Prandaj nuk duron. Pse më duron apo? Pse më duru? Nuk po them më duru dhun, nuk po them më duru tradhi. Ka situata kur janë të padurueshme normal. Por këtu janë të rralla. Ne si do të duru. Sot fatkeqësisht shumë që fëmiu është ka mungesë durimi ndaj prindit të tij apo. Prindi ka mungesë durimi në edukimin e fëmijës të tij. S'ka sabër me edukimin e fëmijës të tij. Ja dorëzon telefonet, ja dorëzon rrjeteve, ja dorëzon shoqërisë rrugës së kësaj radhë. Andaj duhet durim për me eduku fëmijën, duhet sabër, duhet durim, nuk mundesh pa durim. Pra të jenë baza të rëndësishme mbi çka ndërtohet çdo familje që don me pas fetari të garantuar dhe rezistencë serioze dhe imunitet mjaftueshëm karshi çdo virus që mund vjen nga ndryshimi i kohrave, veçanërisht i kohës që ne po jetojmë. Gjithashtu edhe normalisht ajo që përmendëm më tash në kuptim pozitiv, bazat e një familje të shëndosh është bazë e një familje të shëndosh është edhe komunikimi mirëfillt mes anëtarëve të familjes, me komuniku. Studimet tregojnë se 90% të shkullëzimeve në shumë vende të botës vijnë si pasojë e mungesës së komunikimit bashkëtorë. Mungesë të dialogut, diskutimit të bashkët për me i zgjidh problemet apo. Vjen ky ngarkuar dhe ky acaruar për plasë më të caktuar dhe plas fjala e fundit, ajo që nuk duhet të fare bëhet e para dhe ndan dy bashkët apo. Për shkak se s'ka komunikim mirëfillt apo. Pejgamberi sa sa si ka komunikuar me gratë të tij apo, si ka komunikuar me të tjerë apo, që se kam erdhur. Dhe në përfundim të ndrozur do dua që përmendi kalimthi, domthonë edhe qëllimit kryesor që duhet më suni një familje apo. Në atë i pam sfidat, këtu i pam
domethënë bazat edhe qëllimet kryesore që duhet misionuar. Nëse këto qëllime i synojmë të ndruan pranishëm, me ne Allah të mënduar kene me i rezistu çdo furtunë të kohës që po jetojmë. Nga se me shpejtësinë e kalimit mbi to, duke u fokusuar tek qëllimi, me lejen e Allah të mënduar kena me dalë. Po nëse ne kemi të orientuar si duhet dhe kemi qëllimin e mjegulluar, atëherë çdo thirrje do të jetë një mundësi për t'u përgjigjë Allah në rrugë. Për shkak nga qëllimet është ndershmëria dhe morali. Çfarë ndryshimi që ndodh? Duhet me rrit moralin. Duhet me rezistu. Dikush thotë po u bë vështirë, e di që u bë vështirë. Por duhet ta kemi parim në jetën tonë se morali, ndershmëria nuk guxojnë të njollosen me asnjë çmim. Çka do të qoftë çmimi? Jusufi asa me pagoj me burg. Tha Rabbi sijnu habu ilayya mimma yad'unani ilay. O Zot, burgu për mua është më i pranueshëm se sa ajo që ata më thrasin. Me shkuar. Duhet të me instalu, duhet të edukim. Nderi dhe morali janë vije kuqe. Nuk e shkel muslimani këtë, asnjëra. Nga qëllimet e jetës bashkëtorë është ndershmëria dhe morali. Nëse për shembull në familjet tona nuk është arrit një ambient i tillë që na mbron nderin dhe moralin, nuk është arrit qëllimi i bashkimit mes dy bashkëtorëve. Nuk është arritur. Nëse realisht çfarë kuptimi ka kur për shembull janë martuar ka tradhti bashkëtorë? Çfarë kuptimi ka? Pse janë martuar ato? Pse janë bashkuar ato? Për me rujt moralin dhe nderin, jo për me e tratu njëri tjetrin ato. Nga qëllimet është edhe, domethënë, shtimi dhe rritja e familjes ato. Shkojnë të ndrozën, domethënë, me rritjen e mundësive dhe shtimit të kapaciteteve në fusha të shumta, rresht ka nataliteti. Logjikisht do të shmushtu nataliteti. Nëse për shembull përpara me 2 dhoma të vogla, apo edhe me tyrat të kufizuara dhe me një sofër tepër të varfër, po kanë rrit 6-7 fëmijë, 10 fëmijë, po sot me këto shtëpia të zgjeruara e këto të begatora, sa duhet kemi ato? Prandaj kemi shkuar edhe të kundërt. Për shkak se kemi qëllimin e jetës bashkëtorë. Qëllimi është shtimi, duhet mushtu. Fatkeqësisht sot të ndërruar individualizmi dhe egoizmi që është pjesë e këtij modernizmi, fatkeqësisht ka bërë që gruaja realisht mos është arsye të bëhet nën. Për shkak se fëmiu mund t'i pengon në jetësimin e qëllimit të saj një që është dalja, dëfrimi e kështu me radhë. Prandaj qëllimi cili është? Qëllimi është fëmijë. Nga sa i fëmijë se del tregtari zotshëm, del nesër udhëhec i mirë, del dietar, del shkencëtar. Këtë kjo shkon në peshor të prindërve. Prandaj mungesa e kalkulimit në bazë të ahiretit, po kalkulimi vetëm me dunja e zbret natalitetin. Prandaj kurajsh të mekë çdo ka menuar. Ka menuar se rritja e fëmijëve rrezikon sofrën. Allahu xhallahu tha, ju rrituni, na ju ushqim, s'është ndër të ushqimit. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne i frymëzojmë juve dhe ata. Na kena ndër këtë punë atë. Andaj frika për shkakun për frymëzim, frika për shkakun për të ardhmen, për shkollim, është një frikë e imponuar që duhet muslimanët me refuzuar. Nga qëllimet e martesës është shtimi. Po, për shtimet mund të jenë shëndeti, mund të jenë arsye të caktuara, nuk po flas për raste specifike. Po në esencë, si mendësi e kultivuar në ndërtimin e jetës bashkëtorë është shtimi. Shtimi i familjes, e rritja e familjes, domthonë me një aspekt lindje e fëmijëve. Gjithashtu të ndërum nga qëllimet kryesore të ndërtimit të familjes është edhe bashkëpunimi dhe respekti i roleve. Jo ndërhyrje në role, jo zaventësimi në role. O qëllim, e përmendit këtë është e para atje që sekret, me njohë familjen, me njohë pse e lidh me të. Disa nga dietarë kur e kanë komentuar fillimin e surës El-Lejl, ku Allahu thotë "Wal-lejli idha yaghsha, wan-nahari idha tajalla, wama khalaqa adh-dhakara wal-untha." Allah është betuar në natën, në ditën dhe pastaj është betuar në krijimin e mashkullit dhe femrës. Lidhja mes këtyre betimeve ka thënë se nata dhe dita pse janë të kundërta. Apo në shumë aspekte realisht ato bashkëpunojnë dhe bashkëpunimi i tyre është plotësim i rolit. Nata e plotëson ditën dhe dita e plotëson natën. Andaj edhe burri me gruan duhet të jetë kështu. Jo të kenë një lloj garimi në dominim sikurse ceka, po në bashkëpunim. Dhe në këtë aspekt nuk ka arsye
për shembull, çfarë do lloj ndryshimi jashtëm në mënyrën e jetuarit për faktin se na e dim rolin ton dhe bashkëpunim mes njëri tjetrit në jetësimin e këtij roli. Të ndrum duhet me pas respektim të kompetencave. Duhet me pas. Nëse s'ka respektim të kompetencave në familje, shkatërrohet familja. Shkatërrohet familja. Nuk ka familje pa kompetenca. Sot fatkeqësisht po ndërhyjet në përcaktimin e kompetencave. Nëse lejojmë ndërhyrjen, ne atëre marruam. Ne s'kemi të ardhme. A nëse vendosim filtra dhe nuk ka mundësi ndërhyrje përveç me kalimin e për filtrat e parimeve dhe rregullave tona po atër. Po. A ne duhet pas kujdes për shembull me kë porrin gruaja, me kë porrin burri. Me pas kujdes me kë porrin fëmia. Mos po ndërhyjnë realisht në riorganizimin e kompetencave brenda familjes. E që pastaj gruaja të bëhet burr, burri të bëhet gru, e fëmiu të bëhet diçka tjetër këtu më radh. Janë kompetenca të ndara, i ka ndonë Allah azh, sikur se ka ndonë Allah ditën e natë, i ka ndonë. Dhe çdo ndryrë në këtë shkatërrim. Ne duhet të rezistojmë kësaj tendence për ndërhyrje. Ne duhet të rezistojmë të kësaj tendence për ndryshim rolesh. Çfarë do amni që të ka? Po, duhet respektuar detet e gruas, duhet luftuar dhunën dhe luftojmë fuqishëm dhunën. Mirë, por nuk duhet lejuar që në emër të njeriu të kalojnë kufit, të kalojnë kompetencat dhe të prishë roli i anëtarëve të familjes. Andaj nga qëllimet është që bashkërisht të jetësojmë rolet që Allah na e ka ngarkuar. Për shembull, një mashkull nuk ka mundësi me lutë rolin në dunja që duhet pa gruan. Edhe gruaja s'ka mundësi. Andaj bashkohemi për të jetësuar rolin e përbashkët që Allah na e dha, të ndarë në kompetenca dhe në përgjithësi. Kjo është më rëndësishme me kuptu. Andaj kjo është qëllim që Islami ka vendosur. Bashkëpunim me bashkëtorës qëllim. Bashkëpunim në kompetencë në rol është qëllim apo. Dhe çfarë do lloj zhvillimi që e gëzojmë apo përjetojmë, çfarë do lloj sistemi që mund vijë, realisht nuk ka mundësi me ndërhy në bashkëpunim mes bashkëtorëve sa ata realisht e kanë këtë qëllim shumë më të fuqishëm, shumë më të qeltër, më të kullueshëm se çfarë do ndikimi që mund të jetë nga jashtë. Do të them që të ndërum, këto janë çështje që realisht nga një aspekt tregojnë virusin që na rrezikon, edhe në anën tjetër na mësojnë për imunitetin që duhet ta përvetësojmë në betejën tonë për të rezistuar viruseve që na vinë nga jashtë. Mos mendojmë se dikush vjen na i bën punë vet. Mos mendoni se për shembull dash na kemi arsye të dorëzohemi kësaj situate, të dorëzohemi këtij sistemi të caktuar materialist dhe në mënyrë të kësaj tash edhe familjen ta organizojmë mi frymën e kësaj kur realisht gjithçka është material, gjithçka është epsharake, gjithçka është e kësaj dhunjaje. Nuk i arsye. Andaj është vërtet punë për mëna, ka sfida, ka probleme, ka të lashe. Dallon situata nga e kaluara. Po megjithatë, nëse i kemi parasysh këto baza dhe këto qëllime që përmenda, unë që me lena Allah të mëndur këna mi adal. Nëse kemi parasysh baza që përmenda dhe qëllime që i synojmë, që me lena Allah të mëndur këna me adal ku duhet me i rezistu dhe më thonë kësaj frymës moderniste që në shumë aspekte nuk është në përputhje mënyra e saj që është mendon me ndërtu familjet dhe që është ne si muslimanë kemi të organizuar në përputhje me shpalljen tonë. Nëse Allah më që Allah të na ruaj familjet tona, na bën shembull ku në familjet tona luzon devotshmëria, besimi, bashkëpunimi, morali, komunikimi i mirë dhe krijojmë një ambient të përshtatshëm ku realisht rritën fëmijët tanë me ushqim halal e me mësim të pastër të besimit e devotshmërisë që njerëzit të bëjnë kuadro dhe potencial i fuqishëm për ta ndryshuar shoqërinë për të mirë dhe për të luftuar veset dhe dukuritë negative. Kjo është një përmbledhje tash e përgjithshme që pata mundësi me thënë në kuadër të kohës që e patëm në dispozicion. Faleminderit për mundësinë mufti nderuar. Allah e shpëleft edhe juve vëllezër dhe motra për mundësinë. Dashur që të mbretën familjet e juaja qetësia, rahatia, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me kaq për do fund. Zoti e shpëleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katira.